Përshëndetje miqtë e mi. Frika e bën jetën e njeriu të paqëndrueshme dhe nuk ofron asgjë tek e cila mund të mbahesh. Ajo të ul poshtë, të rrezon dhe largon shpresën për të ndryshuar. Për shkak të gjërave që i kishin ndodhur në fëmijëri, personazhi i historisë sonë të sotme përball me frikën e vdekjes për vite me radhë. Ajo duhet bëhej sërish fëmijë, para se zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Miqtë e mi, po ndiqni Të lirë nga prangat, radiodramatizimi në historive të vërteta. Histori këto që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vijnë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 352, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Sot më ka marrë shumë uria. Çfarë ke gatuar për darkë? Mish të pjekur, por ka një orë që është bërë, tani do jetë forcuar ca. S'ka gjë, ma sill se do ta ha. Nga shkove sot? Më kërkuan të punoja disa orë shtesa dhe duke qenë se kemi nevojë për para, pranova. Po fëmijët ku janë? Sofia po lua në dhomën e saj, ndërsa Jenny ka qenë sëmur gjithë ditën. Ashtu? Çfarë ka? Nuk e di, ka patur temperaturë. Bëj mirë ta kontrolloj një herë. Po ashtu po thras doktorin që të vijë nëse e ka të nevojshme. Jo! Vini! Ajo nuk po lëviz! Nuk po merr frym! Kam tekur, më gruaja kam tekur. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 7 vjeç kur vdekja goditi familjen e saj, duke i marrë motrën 4 vjeçare. Ata jetonin në Pensilvani, një qytet ku gjendet miniera e qymërgurit, që nga kohë e tutje, jeta e saj u mbush plot me frikë. Kjo është historia që tregon se çfarë ndikimi pati kjo gjë në jetën e saj. Është një dëshmi e vërtetë e një gruaje që do ta quajmë Sofia, dhe është marrë nga doset klasike të lirë nga prangat. Mbaj mend që kur e pyeta nënën pse i me motor vdiq, ajo më tha diçka në lidhje me Perëndin. Kështu mësova diçka. Nëse Perëndia e kishte marrë motrën time të vogël, atëherë duhet të ishte mizor sepse nëna ime qau shumë. Gjithashtu mendoja se ai mund të vinte të më merrte edhe mua. U luta dhe i kërkova atij që të mos e bënte këtë. Një vit më vonë, kur isha 8 vjeçë, vdiq edhe nëna. E dija që e kishte marrë Perëndia. Kështu, isha e bindur se ai më urrente. Para se të bëhej ceremonia mortore, një fqinj erdhi të na ndihmonte. Dini, fëmijët janë veshur dhe rregulluar, janë gati për të nisur. Shumë faleminderit që më ndihmove. Çfarë thua? Në natyrë ishte një zonjë vërtet. Ashtu është. Unë nuk kam njohur dikë më të mirë se ajo. Sofia, mos harro ti lutesh Perëndis kur të kesh nevojë për të. Sikur ta dija përse Perëndia duhet na e merrte atë. Në atë kohë mendoja se nëse nëna ime ishte një grua e zonja, atëherë për mua nuk ishte asnjë shpresë nëse vdisja. Lotët që derdha në funeral ishin si për vete, edhe për humbjen e nënës. Nuk kaloi shumë dhe vdekja e goditi sërish familjen tonë. Këtë herë mori vëllan tim. Kjo vërtetoi që Perëndia ishte mizor dhe bënte çfarë të donte. Ishte dikush që duhet ta kënaqe. Ndaj kur isha adoleshente, kaloja orë të tëra në kish. Aty që je në qiej, u shenjë të roft emri yt. Ardh mbretëria jote, u boft vullneti yt. O, Perëndi, sot jam përpjekur të sillem mirë. Të lutem, më fal nëse kam thënë ose kam bërë diçka që të ka mërzitur. Më ndihmo të kuptoj vullnetin tënd. Pavarësisht se sa gjatë apo me zell lutesha, asnjëherë nuk isha paqe në mendje. Vite më parë kuptova se feja nuk mund të më jepte paqe. Isha 14 vjeçe kur njoha Nikun. Shkove në kish sot? Po, shkoj çdo ditë pas shkollës që të lutem. Me siguri që gjërat me Perëndin të ecin vaj. Mos fol ashtu për të. Mirë, në rregull. Sofia, me çfarë merresh tjetër? Shkoj në shkollë, kthehem në shtëpi. Kjo është e gjitha që unë bëj. Po të dashur ke? Ende jo. E pse jo? Nuk jam e sigurt nëse Perëndia do që të kem një. Sigurisht që do. A nuk e krijoi ai martesën dhe familjen? Po për këtë ke të drejtë. Si thua sikur të shkojmë ndonjëherë bashkë në kinema?
Natyra e butë e Nikut ndikoi për mirë tek unë dhe ne dolëm bashkë për 4 vjet, derisa unë mbarova gjimnazin. Por gjatë asaj kohe kisha frikë se mos bëja ndonjë gjë që do ta zemëronte Perëndin. Çdo hap që hidhja më ngjallte frikë. Frikë se mos bëja lëvizje të gabuara. Sofia, si thua sikur të martohemi? Unë të dua, Nik, por asnjëherë nuk do të mund të martohem me ty. Më fal, e pse jo? E kam të vështirë të ta shpjegoj sepse nuk do të mund të më kuptoje. Po provoje një herë. Nëse unë martohem me ty, Perëndia nuk do të kënaqet dhe unë mund të vdes. Kjo që po thua është marrëzi. E dija që nuk do të më kuptoje. Pse do të vdisje? Sepse familja jote ka kombësi tjetër. Gjithashtu, kisha juaj ndryshon nga kisha jon. Perëndia nuk do të më falte asnjëherë nëse do të martohesha me ty. Kaq ke për të më thënë? Dëgjoj, nëse ti vjen në kishën time, Bra së mendjen se cili do të ishte ky fatlum që do të bëj pjesë e familjes tënde. Nik, kjo është e vetmja mënyrë. Problemi i Nikut ishte krenaria, ndërsa problemi im ishte frika. Duke qenë se frika ime ishte më e madhe se krenaria e tij, ai u dorëzua dhe u bë pjesë e kishës time. Ne u martuam dhe të qenit nuse në një shtëpi të re, i largoi disi frikërat e mia. Thuajse harrova fare vdekjen. Më pas mbeta shtatzën dhe për 9 muaj jetova me frikën se mos ndodhte ndonjë gjë e keqe. Zemër, çfarë ke? Është koha për të lindur, Nik. Bëjmë mirë të shkojmë në spital. Çfarë? Po, shkojmë. Çfarë po pret? Kam frikë. Frikë? Po sikur të ndodh ndonjë gjë e keqe. Asgjë nuk do të ndodh. Çdo ditë lindin foshnja dhe yni do të jetë shumë mirë. Po nëse vdes. Nuk ke për të vdekur, Sofia. Ti je thjesht e emocionuar. Çdo gjë do të shkojë mirë. Shiko kush flet. Ti që po i vesh rrobat si për pijamave. Edhe unë jam i emocionuar. Pastaj është fëmia yni i parë. Dhe mbase i fundit. Mjaft vole ashtu. Po më frikson edhe mua tani. Nuk kam çfarë të bëj, Nik. Kam me të vërtet frikë nga vdekja, se ç'kam një ndjenjë të keqe. Niku tha se gjatë gjithë rrugës për në spital kisha pasur të dridhura. Sa po mbërritëm, i gjithë stresi im kishte kaluar në të. Frika është ngjitse dhe unë isha një mbartëse e frikës. Foshnja jon lindi pas një problem, por frika në zemrën time qëndroi dhe preku çdo sferë të jetës tonë, si të ishte një mallkim. O, zemër, a nuk është e bukur? Si të mos jetë kur të ka ty për baba? Jo, ajo të ka ngjarë ty. Jo, shpresoj që jo. O, Sofia. Nik, je i lumtur? Sigurisht që jam. E kush nuk do t'ishte? Sidoqoftë, duhet të tregojemi të kujdesshëm. Kjo dihet. Nuk po them thjesht të kujdesshëm, por shumë të kujdesshëm. Duhet të kujdesemi çdo minutë për të. Fëmijët vdesin sa hapen mbyll syt, dhe nuk dua që t'i ndodh ndonjë gjë e keqe. Mos ki frikë se nuk do t'i ndodh asgjë. Është mjaft e shëndetshme. E shoh, por mbase jemi më shumë të lumtur se ç'duhet dhe mbase Perëndia... Mbase Perëndia çfarë? Mbase nuk do që njerëzit të jenë kaq të lumtur. Kur ke dikë që e do shumë, ai ta merr. Kjo është marrëzi, Sofia. Mos e thuaj më këtë. Madje as mos e mendo. Por është e vërtet. E kam parë të ndodh. Motra ime vogël. Nëna, vëllai. Sofia, të lutem, mjaft. Frikërat e mia prekën gjithçka në jetën tonë, jo vetëm brenda shtëpisë. Të gjithë miqtë tanë e dinin që vdekja më tmerronte. Një natë u bëm grup dhe planifikuam të dilnim për të ngrënë dhe për të kërcyer jashtë. Kështu, unë dhe Niku punësuam një dado. Po kënaqesh, zemër? Po, Nik, po kaloj një kohë shumë të bukur. Duhet të dalim më shpesh. E dija që do të gëzoheshe kur të dilje. Ej, shikojeni pak Sofian e trishtuar. Më në fund duket e qeta dhe po buzëqesh. Të lutem mos më quaj më ashtu. Më fal sot. Thjesht më vjen mirë që po të shoh të gëzuar. Eja, zemër, shkojmë të kërcejmë. Kërceva derisa nuk më mbajtën më këmbët. Më pas shkova të ulesha, porosita një pije dhe qëndrova atje duke parë të tjerët. E kënaqur mendoja se jeta duhet të ishte gjithnjë e tillë, por krejt papritur, mendja ime u mbush plot frikra dhe u bombardua me mijëra pyetje që i kisha pasur gjithmonë. Po sikur të vdisje tani, çfarë do të ndodhte me ty? Ku do të shkoje? E di ti që ke për të vdekur? Po atëherë çfarë do të ndodh? E ke menduar këtë? Çfarë do të ndodh?
Perëndi, ti je mizor, shumë mizor. Unë erdha këtu që të kaloja një kohë të këndshme, ndërsa ti më kujton vdekjen. Erdha këtu që të harroja ato gjëra që më mundojnë, por ti nuk më lë. Ja hodha fajin Perëndis për mendimet që kisha rreth vdekjes, mendime që më përndiqnin shpesh, por ato vinin nga Satani. Qëndrova ulur duke parë gotën e paprekur të pijes dhe duke i bërë vetes të njëjtat pyetje. Përse unë? Përse isha e vetmja që stresohej për vdekjen? Të tjerët nuk e vrisnin mendjen dhe nuk flisnin fare për të. Ata po kalonin një kohë të këndshme dhe hija e zezë dukej sikur kishte rënë në vendin ku ata qëndronin, në fytyrat e tyre. Ata qeshnin pa problem, në çdo kohë, nuk kanë frikë. Po sikur të qeshin ndonjëherë për diçka që nuk është fare për të qeshur, mbase kanë nga ata që kanë frikë, por vën maskë. Kështu qeshin edhe kur zemra e tyre bëhet po aq e ftohtë sa imja kur mendon për vdekjen. Sofi, pse rri ulur këtu si u gardhi? Nuk të pëlqen muzika? Jo, jam thjesht e lodhur. Nuk po them se ka ndonjë problem të qëndrosh ulur dhe të pushosh, por jo që të bëhesh sikur je në prag të vdekjes. Mos e thuaj Mata, unë nuk po vdes. Po kështu dukesh, mblidhe veten oj vajzë dhe mbaroje pijen. Tani nuk më pijet. O, Perëndi, duhet patjetër që të na prishësh mbrëmjen? Ne të nxjerrim që të argëtohesh, ti na prish gjithë gëzimin, duke qëndruar ulur sikur të ishe duke drejtuar funeralin tënd. E po mjaft tani. Shpresoj të mos fillosh të flasësh prapë për ato gjërat e tua të tmerrshme. Më dëgjoj mua. Shijoje jetën se do të vdesësh një ditë. Ndërkohë që po kthehesha në shtëpi e trishtuar dhe e turpëruar që ju kisha prishur gëzimin të tjerëve, nuk mendoja se gjërat do të ndryshonin menjëherë. Ajo natë shënoi fundin e një faze të jetës time, dhe një tjetër do të fillonte. Nuk mund të vija gjumë në sy kur u kthyem në shtëpi. Isha shumë e mërzitur. Mëngjesin tjetër, ende e lodhur dhe e dëshpëruar, ndeza radion për ta larguar disi mendjen nga pyetjet që vazhdoja të kisha. Kishte filluar një program që fliste për besimin, diçka që nuk më interesonte. Nuk e ndrova kanalin, por kalova në dhomën tjetër për të pastruar. Më vonë u ktheva. Tani dua t'i përgjigjesh një pyetje, por dua ta bësh me sinqeritet. A nuk do të të pëlqente të shkoje në parajs? Do të të pëlqente apo jo? Atëherë, cila është përgjigja jote? Çfarë pyetje është kjo? Ku ka njëri që nuk do të shkojë në parajs, por nga ta di me siguri që do të shkojë atje? Kjo është pyetja. Fillova të flisja me predikuesin në radio sikur ai të mund të më dëgjonte, dhe për 1 a 2 minuta më duk sikur më dëgjoi sepse i ktheu përgjigje pyetjes time. Ju shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e Birit të Perëndis, që të dini se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e Birit të Perëndis. Çfarë the? Emri i tij është Zoti Jezus Krisht. Emër mbi çdo emër. Ai e dha jetën e tij për ty në kryq, që ti të mund ta kaloje përjetësinë në parajs me të. Perëndia nuk mund ta pranoj dikë si unë në parajs. Perëndia nuk tregohet i anshëm. Ti mund të shpëtohesh. Po, edhe ti. Bibla thot, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij. Të shpëtohet? E dëgjova çfarë thash, që bota të shpëtohet nga gjykimi dhe dënimi që Perëndia ka për mëkatin, sepse në Bibël thuhet që të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar nga lavdia e Perëndis. Këtu bën pjesë edhe ti, por ai bëri një rrugë për ne. Tek letra e Romakëve, kapitulli 6, vargu 23 thuhet, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit ton. Kjo do të thotë se tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk esin sipas mishit, por sipas frymës. Të lutem, më thuaj si ta bëj këtë. Beso. Vetëm beso, dëgjuesi dashur, sepse me anë të Irit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Dhe kjo jo prej jush, por është dhuratë e Perëndis, jo prej veprave, që askush të mos mburret.
E dëgjova atë predikues për 3 mëngjese rresht dhe disa nga fjalët e tij më goditën aq shumë sa i mbaj mend ende sot, pikërisht ashtu si ai i tha. Nëse je sëmur, ke nevojë për një doktor. Nëse je mëkatar, atëherë ke nevojë për një shpëtimtar. Sepse një është Perëndia dhe një është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve. Njeriu, Krishti Jezus. Jezusi tha: "S'kam ardhur të therras të drejtët, por mëkatarët në pendim." Sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Besoj se tani e kuptoni përse Perëndia e quan këtë ungjill, lajmi i mirë. Kryqi ishte një kalim hynor, mëkati yt kaloi në të. Kjo është e vërtetë dhe është lajmi më i mirë që kam dëgjuar ndonjëherë. Oh, Perëndi, bëj që kjo që dëgjova të jetë e vërtetë. Jezus, eja në zemrën dhe jetën time dhe më shpëto. Çdo mëngjes që dëgjoja programin, lutesha dhe i kërkoja Jezusit që të vinte në zemrën time dhe të më shpëtonte. Ditën e tretë, pasi programi përfundoi, dola në kopësht për të folur me fëmijën time e cila po ndente rrobat në tel. Mirëmëngjesi, Sofia. Mirëmëngjesi, Misi. Doja të flisja me dikë ndaj erdha tek ti. E çuditshme sepse un kam 3 ditë që mendoj për ty. Dhe gjithashtu dua që të flasim. Vërtet? Sofia, të lutem mos u mërzit për këtë që do të pyes. Por a ke ftuar ndonjëherë Zotin Jezus të vijë në zemrën tënde? Oh, Perëndi, kjo nuk mund të jetë rastësi. Të lutem, mund të thash të mos mërzitesh. Jo, nuk jam e mërzitur, përkundrazi. Kjo është manice. Manice? Po si kështu? Këto 3 ditë pikërisht këtë e kam kërkuar Zotit të bëj. Dhe këto 3 ditë ti ke dashur të bisedosh me mua për këtë. Po pse vazhdon të kërkosh Zotit çdo ditë të njëjtën gjë? Sepse dua të jem e sigurt. Po ti duhet të jesh e sigurt për këtë. Bibla na premton këtë, sepse kushdo që do ta therrasë emrin e Zotit, do të shpëtohet. Kur Jezusi futet brenda në zemër, ai e mbyll derën dhe thot: "Nuk do të lë, as nuk do të braktis." Sofia, nëse vërtet je penduar për mëkatet e tua dhe me besim ke kërkuar që të shpëtohesh, atëherë ti ke rilindur. Emri yt është shkruar në librin e jetës së qengjit. Je sigurt për këtë? Eja të ta tregoj. Kjo gjë thuhet në të gjithë Biblën, veçanërisht në kapitullin 3 të Ungjillit të Gjonit dhe tek libri i zbulesës. Eja futemi brenda. Dëgjoj, Jezusi tha: "Nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë." Ndërsa këtu tha: "Ai që beson në të, nuk gjykohet, por ai që nuk beson, tashmë është gjykuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë." Këtë e kisha dëgjuar, por është hera e parë që e lexoj vetë në Bibël. Tek një nga ungjit, ai ju tha ndjekësve të tij: "Gëzohuni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiej." Të gjitha këto që po më thua janë mahnice, dhe nuk duhet të mendohem apo ta vë në dyshim që një ditë do të shkoj në parajs. Kjo gjë merr fund kur ti pranon Krishtin. Unë kam pasur gjithnjë frikë nga vdekja sepse nuk e dija çfarë kishte pas saj. Jezusi u ringjall dhe me të jemi ringjallur edhe ne. Ja, ky varg është pikërisht për ty, sepse ligji i frymës së jetës në Krishtin Jezus më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Do me thënë jam e lirë nga frika, po kjo është madhështore. Sofia, nuk e ke idenë sa e lumtur jam për ty. Shpresoj që edhe Niku të gëzohet për këtë. Si të shkoj dita, zemër? Më mirë nuk ka ku të shkoj. Ashtu? Pse, çka ndodhur? Kam dëgjuar një predikues në radio dhe sot e di me siguri që jam e shpëtuar. Sa mirë. Më fal se nuk e kuptova këtë të fundit. Je shpëtuar? Po ti ke shkuar gjithmonë në kishë dhe je e lutur Perëndis. Por unë nuk e njeh Zotin, Niku. Dija ca gjëra për të, por nuk mjaftonin. Ne duhet të rilindim nga fryma e Perëndis. Presoj të mos bëhesh si ndonjë nga ata besimtarët e marr. Sigurisht që jo. Thjesht di që për herë të parë në jetën time nuk kam frikë nga vdekja. Në ato kohë kishim vetëm disa vite të martuar. Vetëm disa vite nga koha kur Niku ishte larguar nga kisha ku shkonin prindërit e tij me qëllim që të martohej me mua. Kështu gjërat nuk shkuan mirë në fillim. Nuk doja të shkoja më në festa me të. Vazhdoja të rritesha në besim, ndërsa ai qëndronte i tërhequr. Do që t'i mbaj unë fëmijët sonde?
Pse? Sepse dua të shkoj në një studim biblik në Kish. Pse nuk e studion dot në shtëpi Biblën? E studioj, Nik, por mësoj më shumë kur e studioj me gratë. Çfarë mëson më shumë se më çmende? Unë gjithnjë e kam ditur që Jezus e vdiq në kryq, por asnjëherë nuk e kisha kuptuar që ishte e vetmja rrugë për të shpëtuar. Perëndia i vendosi mëkatet tona dhe gjykimin e tij tek Jezusi, dhe ai vdiq në vendin ton. Tani unë nuk kam më frikë nga vdekja sepse e di që do të shkoj në parajs. Asnjëherë nuk e kam vënë në dyshim këtë, sepse je njeri i mirë. Zemër, askush nuk është aq i mirë sa duhet, askush përveç Jezusit, dhe ka mësuar se mirësia jon nuk do të arrijë asnjëherë standardin e Perëndisë. Kjo është arsyeja pse Jezusit ju desh të vdiste për ne. Kjo është marrëzi. Përse duhet të bëjmë mirë atëherë? Kur rilind nga fryma e Perëndisë, dëshira për të bërë gjëra të mira bëhet pjesë e jotja. Nuk të duket se po nxitohesh pak duke dalë në përfundime? Jonik, duhet të kuptosh se nuk e fiton dot parajsën me forcat e tua. Jezusi u bë rruga që ne të futemi në të. Sidoqoftë më vjen mirë që nuk kem më frikë nga vdekja. Dhe e di pse nuk kam, sepse për mua është rezervuar një vend që Jezusi e pagoi me gjakun e tij. Sofia, më pëlqeje më shumë përpara. Kur isha e pushtuar nga frika? Nik, si mund ta thuash këtë? Ta them se nuk më flisje ndonjëherë më parë për këto gjëra. Më vjen keq, zemër, nuk doja të mërzisja. Thjesht jam e lumtur dhe dua që edhe ti të shpëtohesh. Përse nuk vjen Kish me mua që ta shohësh vetë me sytë e tu? Jo, faleminderit. E bëra një herë këtë për ty. Nuk do ta bëj më. Jam lutur shumë për tim shoq, por ai gjithnjë kundërshtonte të vinte me mua. Më pas ai pësoi një aksident të rënd dhe unë ju luta Perëndis ta shpëtonte. Ai nuk vdiq, por as nuk u shpëtua. Sidoqoftë pësoi një aksident tjetër dhe nuk e mori lehtë veten pasi procesi i shërimit ishte pak i dhimbshëm. Zoti i dashur, të lutem, mos lejo që im shoq të vdes pa ardhur tek ti më parë për shpëtim. Foli zemrës së tij, afroje pranë teje. Largoje armikun që i përshpërit gënjeshtra në vesh. Shpëtoje, Zot! Sofia, jam i gëzuar që je këtu. Zemër, gjatë gjithë kohës këtu kam qenë, duke u lutur për ty. Faleminderit. Edhe antarët e kishës po luten për ty. Falenderoj nga ana ime. Nik, Jezusi të do. E di, Sofia, mund të ndjej nëpërmjet teje. Por Perëndia dëshiron që të punoj drejt për së drejti me zemrën tënde. E di që je i lënduar, por ai është këtu dhe dëshiron të të ndihmoj. Ti duhet vetëm ta kërkosh atë. Dhe ashtu do të bëj. Niku kishte prekur fundin dhe nuk kishte rrugdalje tjetër, kështu pranoi Krishtin. Më pas besimi im u vu në provë. Unë ushtrova në spital për një operacion dhe nuk mendoja se do të jetoja. Dikur do t'isha tmerruar nga kjo gjë, por duke pasur Krishtin në zemrën time, gjërat ishin plotësisht ndryshe. Zot, nëse puna ime në tokë ka përfunduar, atëherë jam gati të më marrësh. Më merr në shtëpi. Je më mirë sot, zemër? Po, më mirë. Kam qenë shumë i shqetësuar për ty. Se mos vdisja, unë jam gati të shkoj, zemër. E di që je, por unë nuk jam gati të të humbas. Pa merak, se nuk mendoj që Perëndia e ka mendjen tim. Shpresoj të jetë kështu. Jam lutur për ty. Megjithatë ende nuk ka kaluar rreziku. Çfarëdo që ai të vendos, unë nuk e kam problem. Perëndia e restauroi shëndetin tim dhe e ka gjithmonë një punë për njerëzit e tij. Unë fillova të shkoja në spital për t'ju treguar njerëzve premtimet e tij madhështore. Sofi, u bë kohë e gjatë që nuk të kam parë. Në fakt, sa po dëgjova që ishe sëmur, erdha me një herë për t'u lutur për ty. Je shumë e mirë. Pas asaj që Perëndia ka bërë për mua, kjo është më e pakta që mund të bëj. Të ndaj dashurinë e tij me të tjerët. Nuk e dija që ti merreshe me fen. Jo, nuk merre me fen. Unë besoj tek Jezusi tani. Dhe ai ka bërë një ndryshim marramendës në jetën time. E mban mend sa frikë kisha nga vdekja? Si jo, edhe ja tek jam, duke u përballur unë tani me këtë frikë. Në fakt, Perëndia më dha paqe kur më shpëtoi. Jam treguar shumë e pasjellshme dhe kam qeshur me frikrat e tua. Të kërkoj të falur.
Ti nuk e njeh të vërtetën që Jezusi na bën të lirë. Kam frikë, Sofi. Nuk jam gati për të vdekur. Tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 11, Jezusi tha: "Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe në vdekt, do të jetoj." E vërtet është kjo? Shumë e vërtet. Edhe unë dua të besoj. Ti mund ta besosh sepse Perëndia ka folur dhe ai nuk gënjen. Pendohu për mëkatet e tua tani dhe kërkoj Zotit të shpëtojë dhe ai do ta bëjë. Unë adhuroj punën që Perëndia më ka dhënë për të bërë, të shkoj në spital ku mund të ndaj me të tjerët premtimet e tij. Sa larg është lindja nga perëndimi? Aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Unë ju tregoj njerëzve atë që Jezusi tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje." Pra, nëse Biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtetë të lirë. Tek letra e Romakëve në kapitullin 10 në vargjet 9 dhe 10 na jepet një premtim. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjallë nga vdekja, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Ju mund të luteni në çdo kohë, kudo që t'jeni, e t'i kërkoni Perëndis t'ju shpëtojë. Perëndia shikon në zemrën, e shkoni tek ai me fjalët tuaja, edhe thoni çfarë ndjeni. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund të na dërgoni email në info@radiovis7.net. Kujtojeni edhe të afërmit e miqtë tuaj që nuk janë të shpëtuar ende dhe tregojuni për këtë program, kur edhe ku mund na dëgjojnë. Po kështu ju inkurajoj të falenderoni dhe drejtuesin e stacionit radiofonik që sjell tek ju të lirë nga prangat. Ndoqët programin me numër 352. Kjo është historia e vërtetë e Sofias. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.